Irani përpiqet t'i hakmerret Izraelit, ndërsa Tel Avivi vazhdon fushatën e vrasjeve të civilëve në Gaza. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se komunikojnë me Komisionin Evropian për të rivendosur kontaktet me Bullgarinë. Pas vendimit për Bekteshin dhe Saraqinin, BDI-ja thekson se prokuroria është bërë instrument për përndjekje politike. Pushimeve është rritur edhe interesimi i qytetarëve për pushime jashtë shtetit. Përshëndetje të nderuar shikues. Edhe sot ka vazhduar lufta e nisur dje ndërmjet Iranit dhe Izraelit, ka pasur sulme të ndërsjella, ndërsa duke dalë të dhëna edhe për sulmet e djeshme izraelite dhe përgjigjen iraniane. Ndërkohë që vëmendja botërore është përqendruar në këtë konflikt, ushtria izraelite ka vazhduar vrasjet e civilëve në Gaza. Është raportuar se të paktën 15 palestinesë të tjerë janë vrarë dhe 10 janë plagosur, kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj një turme civilësh që prisnin për ndihmë ushqimore. Irani ka vazhduar sot sulmet ndaj Izraelit në përpjekje për t'u hakmarrë, pasi që në orët e para të së premtes, forcat izraelite sulmuan Iranin duke goditur objektet bërthamore dhe raketore dhe duke vrarë mbi 104 persona, përfshirë komandant të lartë ushtarak dhe shkencëtar, si dhe shumë civil. Irani është duke u përgjigjur me raketa balistike që shënjestruan disa zona në gjithë Izraelin, duke vrarë të paktën 3 persona dhe duke plagosur mbi 170 të tjerë. Autoritetet iraniane njoftuan sot se rreth 60 persona kanë humbur jetën pas një sulmi izraelit ndaj një ndërtese banimi në Teheran. Zëdhënësi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, Abulfazl Shekarchi, ka deklaruar se Irani do të vazhdojë operacionet ushtarake derisa Izraeli të pendohet për veprimet e tij. Ndërsa ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz tha se njerëzit në Teheran do të paguajnë një çmim të rëndë nëse Irani vazhdon me sulmet e tij raketore. Ushtria izraelite është gati të rifillojë sulmet ndaj objektivave në kryeqytetin e Iranit Teheran, tha të shtunën kreu i forcave mbrojtëse të Izraelit. Ndërkohë konflikti Iran-Izrael ka lënë në hije fushatën e vrasjeve të përditshme të Izraelit në Gaza. Është raportuar se të paktën 15 palestinesë të tjerë janë vrarë dhe 10 janë plagosur kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj një turme civilësh që prisnin ndihmë ushqimore pranë një qendre të shpërndarjes së ushqimit në rripin e Gazës qendrore. Luftën në lindjen e mesme ka komentuar sot edhe kryeministri Hristian Mickoski, ka deklaruar se janë duke përcjellur situatën në koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Апсолутно има и кризен штаб во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, се следи будно состојбата во моментот ја следиме преку извештаите кои што ги добиваме преку службени канали, така што не би коментирал повеќе од ова што кажав. Shkupi është në komunikim me Komisionin Evropian për të zgjidhur çështjen e hapur me Bullgarinë. Këtë deklaroi sot kryeministri Mickoski, i cili sqaroi se ende presin përgjigje nga pala bullgare për organizimin e një takimi mes përfaqësuesve zyrtar të dy shteteve. Edhe presidentja Gordana Siranovska-Davkova tha se nuk heziton të takohet me kryeministrin bullgar, edhe pse protokolli kërkon që takimet të zhvillohen ndërmjet homologëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski deklaroi se Shkupi është në komunikim me Komisionin Evropian për të zgjidhur çështjen e hapur me Bullgarinë. Megjithatë, sipas tij, ende pritet një përgjigje nga pala bullgare për organizimin e një takimi mes përfaqësuesve zyrtar të dy shteteve. Kemi komunikim me zyrën e Komisionit Evropian, dje dhe sot. Ende nuk kemi marrë një përgjigje. Ka një datë të propozuar, por të presim që pala bullgare të shprehet. Më herët, ai konfirmoi se ishte pikërisht presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, ai që ndërmori nismen për këtë takim midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Takimi i propozuar pritet të mbahet në kuadër të samitit të NATO-s në Hag më 24 dhe 25 qershor. Nga Maqedonia e Veriut në këtë samit do të marrë pjesë presidentja Gordana Siranovska-Davkova, e cila deklaroi se edhe pse protokolli kërkon që takimet të zhvillohen ndërmjet homologëve, ajo nuk ka asnjë hezitim të takohet me kryeministrin bullgar.
Bisedova me zotrin Antonio Kostan për një takim të mundshëm. Ishte ideja e tij. Nuk e di nëse do të jem në radhë, por nëse po, do të jem aty. Normalisht, takohemi me homologët, por nuk kam problem të bisedoj me kryeministin bullgar. Gjithsesi, kjo nuk varet vetëm nga unë, por nga fqinjet tanë. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian që nga viti 2005, pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë në vitin 2017 dhe antarësimit në NATO në vitin 2020, vendi u përball me një veto nga Bullgaria për nisjen e negociatave me BE-n. Në vitin 2022 u arrit marrëveshja mbi të ashtuquajturin propozimi francez, i cili parashikonte që Maqedonia e Veriut të përfshijë komunitetin bullgar në preambulin e kushtetutës, por ndryshimet kushtetuese ende nuk janë miratuar. Qeveria e re e udhëhequr nga VMRO-DPMN kërkon garanci që nuk do të ketë kushte të reja nga Bullgaria në të ardhmen. BDI-ja ka reaguar pas vendimit të prokurorisë për të vazhduar hetimet për dy ish-ministrat e ekonomisë, Valon Saracini dhe Krishnik Bekteshin. Sipas BDI-s, veprimi i qartë me motive politike përfaqëson edhe një dëshmi tjetër se prokuroria jo vetëm që ka humbur pavarësinë e saj, por sipas tyre është shndruar në një instrument për përndjekje politike. Pasi prokuroria të premtën informoi se janë ndërprer hetimet për 9 persona, në mesin e tyre 2 ish-ministra të ekonomisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Bekim Neziri dhe Driton Kuqi, për shkak të provave të pamjaftueshme, ndërsa për 2 ish-ministra tjerë të ekonomisë, kuadër po ashtu të BDI-s, Valon Saracini dhe Krishnik Bekteshi, prokuroria vendosi të vazhdojë procedurën e hetimit. Ky vendim ka bërë që sot të reagojë pikërisht partia e këtyre ish-zyrtarëve që kanë ndërhequr me Ministrinë e Ekonomisë. Nga partia Ahmeti theksojnë se prokuroria themelore publike është plotësisht e kapur. Sipas BDI-s, kjo drejtësi selektive dhe veprimi i qartë me motive politike përfaqëson edhe një dëshmi tjetër se prokuroria jo vetëm që ka humbur pavarësinë e saj, por ata potencojnë se është shndruar në një instrument për përndjekje politike dhe inxhiniering zgjedhor. Prokuroria e ka humbur plotësisht besueshmërinë e saj duke mbrojtur funksionarët e qeverisë, ndërkohë që bashkëpunon me qendra jo formale të pushtetit për të montuar raste kundër ish-ministrave dhe kundërshtarëve politik. Prokuroria publike me këtë vendim zyrtarisht është deklaruar e kapur. Nga atje thonë se BDI do të ndërmarrë të gjitha hapat demokratike dhe politik për të mbrojtur zërin e shqiptarëve, integritetin e procesit zgjedhor dhe parimit e drejtësisë dhe shtetit e ligjor. Opozitarja bën thirrje për një reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht si shton nga institucionet që ndjekin reformën e sistemit të drejtësisë, që të mos heqin përballë abuzimit të dukshëm të institucioneve për qëllime politike. Përpunësimet e shqiptarëve sot janë përplasur verbalisht koalicioni Vlen dhe Alianca për shqiptarët të drejtuar nga Arben Taravari. Koalicioni në pushtet ka shpalosur shifrat të punësimit shqiptarëve duke përmendur postën e Maqedonisë si shembull. Në anën tjetër, grupi Taravari thekson se kjo është një propagandë ere me punësime të vjetra. Punësimet e shqiptarëve kanë përplasur sot Aliancën për shqiptarët Arben Taravarit edhe koalicionin Vlen, të cilët vetëm muaj më parë prishin koalicionin që e ndërtuan vit më parë. Nga Vlen levderon me shifra konkrete se punësojnë shqiptarë në institucione shtetërore, e nga shë po ashtu kanë shpalosur shifra ku sipas matematikës së tyre janë në avantazh të theksuar qytetarët Maqedonas sa i përket punësimeve. Vleni ka përmendur postat e Maqedonisë, që sipas tyre nga vend diskriminimi e përjashtimi, postën e kanë bërë vend avancimi e punësimi për shqiptarët. Sipas tyre, po shkruhet një kapitull i ri në këtë institucion me titull Barazia, dinjiteti dhe fuqizimi i shqiptarëve. Informojmë se 35 shqiptar janë avancuar në pozita të rëndësishme, 60 të tjerë janë punësuar dhe 35 të ri janë në prag të punësimit. Një hovë që s'ka parë ky institucion prej ekzistencës së tij. Ndërkaq, për herë të parë, pas shumë viteve, shqiptarët udhëheqin me 8 posta në vend, edhe atë: Kumanov, Shkup, Tetov, Gostivar, Kërçov, Dibër, Strug dhe Ohër. Ndërkaq, Vlen pas 17 viteve në postën e Kumanovës, vendosi drejtor shqiptar, kurse derisa partia non gratave udhëheqte me pushtetin, me këtë postë udhëhiqshin pala tjetër. E nga she e Taravarit të theksojnë se këto janë punësime të vjetra dhe propagandë e re, duke e quajtur manipulim të radhës nga Vlen. Këto lajme, sipas tyre, serviren si sukses për të mbuluar realitetin e hidhur në terren, diskriminimin sistematik dhe spastrimin e shqiptarëve nga institucionet shtetërore. Ata madje kanë përmendur disa institucione që sipas tyre shqiptarët anashkalojnë nga pala tjetër për punësim.
Të dhënat janë të qarta dhe alarmante. Vetëm në javët e fundit, u ripërsërisim se në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari u punësuan 21 maqedonas dhe asnjë shqiptar. Në ndërmarrjen publike pyjet e Maqedonisë, Strug, 11 shqiptar u pushuan nga puna, pa asnjë shpjegim ligjor. Në policinë e Tetovës, qytet me shumicë shqiptare, u pranuan 12 maqedonas dhe vetëm 1 shqiptar. Në Ministrinë e Financave, u shpall konkurs për 40 vende pune, u punësuan 19 maqedonas, sepse vetëm aq kishin aplikuar, ndërsa 21 pozita u anuluan për të shmangur punësimin e shqiptarëve. Nga ashe theksojnë se që nga qershori viti 2024, kur në pushtet kanë ardhur VMRO DPMN, Vlen dhe Znam, 800 shqiptarë janë larguar apo detyruar të largohen nga administrata publike. Alianca për shqiptarë kërkon hetim të pavarur për rastet e punësimeve dhe largimeve nga puna mbi baza etnike, ndërprerjet të mënjëhershme të politikës së pastrimit etnik nga institucionet shtetërore dhe përfshirje të përfaqësuesve ndërkombëtar në monitorimin e barazisë në punësim. Edhe pse çmimet janë rritur, interesi i qytetarëve për të pushuar jashtë shtetit gjithashtu është rritur. Sipas agjencive turistike, Antalya, Hurghada, Bodrumi, Greqia, por edhe Egjipti janë destinacionet më të kërkuara, ndërkohë qindra qytetarë kanë zgjedhur për të pushuar në Bregdetin shqiptar dhe atë të Malit Zi, por rezervimet i kanë bërë nëpërmjet rrjeteve sociale. Me afrimin e sezonit veror, interesimi i qytetarëve për pushime ka filluar të rritet ndjeshëm. Agjencitë turistike tashmë po përballen me kërkesa të shumta, ndërsa qytetarët tashmë kanë filluar të rezervojnë destinacionet e tyre të preferuara. Në një bisedë me përfaqësuesin e agjencisë turistike ETC Travel, Ermir Imami, mësojmë se interesimi më i madh për këtë vit është për destinacionet si Antalya, Hurghada, Bodrumi dhe Greqia. Agjencionin ton turistik, destinacionet më të kërkuara janë Antalya, Hurghada, Bodrum edhe Greqia. Tash interesimi më i madh është tek Antalya për shkak se aty kemi paket oferta, do të thënë aty kemi të përfshime të gjithë servisin, shërbimin, hotelin, avionin, transferin edhe shërbimi ultra all inclusive në hotel. Gjithashtu edhe njëjtë edhe në Hurghada kemi të përfshime, edhe Bodrume kemi paket çmime, vetëm në Greqi kemi vetëm hotele, do të thënë pa transfer. E tash këtë vit interesimi është pak më i madh se viti i kaluar, për arsye se kemi më shumë oferta. Ai sqaron se këtë vit si befasi është edhe Egjipti, për të cilin janë rritur shumë kërkesat. Tutje, ai po ashtu mene ndau dhe disa nga vështirësitë të cilat i hasin gjatë organizimeve të udhëtimeve, nga ku ai theksoi oraret e nisjeve të cilat janë në orët e hershme të mëngjesit, si dhe pasaportat e klientëve të cilët nuk janë të përgjegjshëm sa i përket afatit të paracaktuar për të udhëtuar. Ai thekson se këtë vit ka rritje të çmimeve të pakove për shkak të rritjeve globale, por vlerëson se nuk përbën ndonjë problem të madh pasi që është një përqindje e vogël e rritjes. Si probleme që mund t'i cek në përgjithësi janë ato për shembull oraret e fluturimeve, në përgjithësi klientët kur rezervojnë pyetjen e parë kanë se kur është orari i fluturimit, për shkak se janë me fëmijë dhe ajo bën pak problem se janë në oraret e hershme të mëngjesit, në 3 në 4 në mëngjes, gjë që ju bën pak si problem për nisje. Pastaj si problem tjetër mund ta cek edhe që hasin probleme të vogla janë edhe pasaportat, rritje pak më shumë të çmimeve të hoteleve dhe aranzhmaneve paketona për viteve tjera, për shkak të rritjeve globale që janë rritur çmimet në për hotele edhe njëjtë edhe në për biletat e avionit. Ndërkaq, qindra qytetarë të tjerë kanë zgjedhur si destinacion Ulqinin, Durrësin, Vlorën, Sarandën e Velipojën. Shumica e tyre i kanë bërë zgjedhjet nëpërmjet rrjeteve sociale e jo nëpërmjet agjencive turistike. Në ndërkohë, qindra turistë të huaj kanë zgjedhur Maqedoninë e Veriut si destinacion pushimi. Historia e vendit i ka intriguar ata për të ardhur këtu, ka edhe nga ata që thonë se ky është një vend magjik. Ndërkaq, përderisa është shfaqur interesimi i madh për të udhëtuar jashtë vendit, shumë të tjerë zgjedhin Maqedoninë e Veriut si destinacion udhëtimi. Në deklaratat e tyre për televizionin Shenja, turistët që ne rastisëm t'i takonim vlerësojnë që Maqedonia është një vend shumë i bukur dhe me shumë histori, gjë që i ka impresionuar. Po, është hera e parë dhe jam e impresionuar. Historia, unë jam krishtere dhe Bibla përmend Maqedoninë disa herë.
Pablo ka qenë këtu në këtë zonë dhe ky ishte interesimi im që të jem në Maqedoni, dhe po ashtu historia, Aleandro dhe të tjerë. Ne kemi vetëm 30 minuta që kemi arritur këtu, por ai vendi atje ishte shumë interesant. Po, ne jemi në grup. Ne kemi vizituar këtë vend më parë, është plot me histori. Pushimet është një qytet shumë i bukur dhe historia. Ndërkaq, ndryshe nga udhëtimi, një tjetër qytetare e cila vinte nga Shtetet e Bashkuara kishte zgjedhur Maqedoninë e Veriut si vend për të jetuar. Ajo theksoi ngrohtësinë e njerëzve dhe vlerësoi se ky është një vend magjik që jo shumë njerëz dinë për këtë. No, I live here. Jo, unë jetoj këtu. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara. Unë me të vërtetë i pëlqeva njerëzit dhe Jo, unë jetoj këtu. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara. Unë me të vërtetë i pëlqeva njerëzit, çdo kush ka qenë shumë i ngrohtë dhe shumë shoqëror. Tashmë për 2 vite deri tani është vend i mirë. Çdo ditë po zbulojmë më shumë dhe ndoshta mund ta shikojmë veten të jetojmë këtu, ose ndoshta jashtë qytetit. Ne i duam edhe fshatrat. Është shumë vend i bukur dhe çdo herë zbulojmë vende të reja dhe është në rregull. Ky është një vend magjik që jo shumë njerëz dinë për këtë. Nga Meksika në Maqedoni, një udhëtim 2 ditor që një tjetër turisti i kishte lënë për shtypje ky vend, nga ku ai shpreson që të mund ta shohë të gjithë vendin. Yes, it's my first time. Po, është hera ime e parë që po vizitoj. E po mirë, gjëja e parë është vendi në lidhje me historinë. Nga Meksika. Po, me të vërtet, si për fillim, vendi dhe historia që kanë pasur më parë Maqedonia dhe Greqia, dhe duke menduar për mënyrën e jetesës suaj, shpresoj që shërbimi të jeti mirë, po do të dëshiroja të vi përsëri, do të doja të shikoj të gjithë vendin. Ndërkaq, sipas të dhënave të entit të statistikave, numri i turistëve në prill të vitit 2025 është 96.943, prej të cilëve 21.4% janë turistë vendor dhe 78.6% turistë të huaj. Në periudhën janar-prill 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, gjithsej numri i turistëve është rritur për 13.4% dhe atë te turistët vendor është zvogëluar për 4.2%, ndërsa te turistët e huaj ka rritje për 21.6%. LSDM-ja ka ngritur sot pikpyetjes se sa prova u zhdukën ndërsa ministri Toshkovski dhe Aleksandar Janev, drejtori i Biroës së Sigurisë Publike, mbronin oficerët e policisë që tani janë të ndaluar për rastin e djegjes së diskotekës në Koçan. Partia thekson se oficerët e policisë të ndaluar janë njerëzit për cilët LSDM-ja publikoi gjithë faktet dhe argumentet në serinë e vërteta për Koçanin. Pa presionin e LSDM-s, publikut dhe disa nga medjave nuk do të kishin vepruar fare. Është konfirmuar se LSDM ka thënë të vërtetën për tragjedinë në Koçan që nga dita e parë. Për muaj të tërë, Toshkovski dhe Janev kanë mbrojtur dhe gënjur publikun se nuk ka faj nga ana e oficerëve të policisë që janë përgjegjës direkt për zjarrin në cilin u dogjen 62 fëmijë dhe mbi 200 plagosën, thekson LSDM-ja. Vëmëllado Pëmëneja pretendon se kreu LSDM-s Venko Filip që mori një vetur luksoze si dhurat nga kompania Zobek Mining Group, e cila nga ana tjetër fitoi një tender për furnizimin e qymirit për SM-n. Sipas Vëmëllado Pëmënejës, prokuroria publike hesh dhe nuk ndërmerr asnjë veprim për dhuratën prej 130.000 eurove për Filipçen. Kur një person që nuk ka lidhje familjare me një person tjetër merr një dhuratë për 130.000 eurosh, është mjaft e qartë se bëhet fjalë ose për evazion fiskal, pastrim parash ose tregtim ndikimi. Por më tepër, kur bëhet fjalë për një dhuratë për 130.000 eurosh për një politikan, deputet dhe udhëheqës të opozitës, është mjaft e qartë se diçka fshihet, thekson Vëmëllado Pëmëneja. Vazhdojmë me lajmet. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë njoftoi se autoritetet e Kosovës kanë ndaluar të shtunën 3 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë dhe një oficer të pensionuar në pikat kufitare një javë pasi Serbia arrestoi një ish policë të Kosovës. Ai tha se autoritetet kosovare nuk kanë pasur asnjë arsye ligjore për arrestimin e tyre dhe se kjo është hakmarrje nxitur politikisht kundër popullit serb. Në të njëjtën ditë, ministri i Brendshëm në detyrë i Kosovës, Xhelal Sveshla, tha se e ka privuar nga shtetësia një shtetas të Kosovës nga komuniteti
serb për cenin të sigurisë kombëtare të vendit. Sfeshla nuk tregoi nëse Nikola Vujović, pjesëtari i policisë serbe, është arrestuar dhe nuk dha hollësi të tjera rreth tij. Ish ambasadori Amerikan në Serbi, Christopher Hill, nuk pret që SBA të ndërhyjë në zgjidhjen e problemeve në Ballkan, përfshirë kontestin mes Kosovës dhe Serbisë, siç ka bërë në të kaluarën. Sipas tij, ky rajon nuk është prioritet ditor për SBA-n dhe zgjidhjet duhet të vinë nga brenda. Ballkani është padyshim një punë pa përfunduar në Europë, por njerëzit në Ballkan duhet të kuptojnë se në pjesë të tjera të botës po ndodhin gjëra të tjera. Ndaj nuk duhet të presin që njerëzit t'i lënë më njan problemet me të cilat po merren, qoftë në Ukrainë apo në lindjen e mesme, dhe të thonë në rregull, Kosovë do të mundohemi të të ndihmojmë me këtë, thot Hill në një intervistë të dhënë për Radion Europa e Lirë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka deklaruar të shtunën se forcat ushtarake ukrainase kanë ndaluar përparimin e trupave ruse në rajonin Verilindor të Sumit, teksa në këto momente janë duke luftuar përgjatë kufirit për të rikthyer kontrollin. Sipas tij, Rusia ka mobilizuar rreth 53.000 trupa ushtarake në drejtim të Sumit. Po e stabilizojmë pozicionin, luftimet atje janë përgjatë kufirit. Duhet ta kuptoni se armiku është ndalur atje dhe thellësia maksimale në cilën zhvillohen luftimet është 7 kilometra nga kufiri, ka thënë Zelenski. Po mbyllim këtu këtë edicion të armeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes.